personi që ndihesh më i degeneruar nga të gjithë dhe më i paragjykuar, dhe ty kjo të vret me shpirt, dhe këtu brenda ti do të tregosh të kundërtën. Dhe ti po plas nga inati që nuk po arrin ta bësh. Me ti pasi puna jeme të vë ty vetëm të lash banjën. Pra ti je vetëm të përballtosesh brenda në banjë. Ti ke ardhur këtu si djali që ka dashur të kërkoj grua në emision. Edhe çaj, kur të dalin e djoni nesër, aty do thuan, "Ore Dio, nuk përdo më, po më prekin me dorë, po më përbuzin, unë kam gjinin time." Edhe të thush, "Po shef, sektori banja." Kjo gjëja u diskutua pa e bërë nga Sektori banja. Thjesht është rregullore, çdo gjë që është prekur siç ka vazhduar të preket prapë. Jo, s'është prek asnjë gjë. Siç ka vazhduar. Ti tentove të bësh një step back, të ikësh sa hapa pas në kundërshtar asaj që bëre, e pej që nuk të hëngri fare, se u kruajte, po të hëngri dhe u kruajte, po të dogji pastaj kur u kruajte prapë. Të dogji pastaj kur u kruajte dhe të hëngri dhe të kruajte dhe pastaj dogji. Vetëm po i kena kjo shtëpi të më djegi se s'do kam me këtë do talën. Ta kuptosh që. Edhe pyetja që më bë, kë do të dali Kristi? Jo, i thash se s'do kem me këtë talën. S'do kem kush tjetër sektori banja. S'do kem kush na laj bokset, na laj xorapet, na laj këmbët, atletë. O sektori banja, dera ty jeti, dera ke banja dhe mos bëj me mua, bet me mua. Vetëm po do të flasësh për një lavatriçe, një tualet, një WC, t'jap një mendje. Gjë tjetër, qepe. Sektori banja. Ke shumë për inferioritet. Do të marrësh atë targetin jashtë të rrethit tënd, shoqërisë tënde që si do që të shkojë gjëja, ti je në rregull me shoqërinë tënde. Çfarë traumash ke kaluar në jetë?